si akademi për të rritur dhe për fëmijë, për zhvillimin profesional dhe zhvillimin edukativ arsimor, e kemi marrë iniciativën që sot me 1 qershor të bëjmë këtë aktivitet mu tani kur bota ka shumë nevojë për dashuri, për paqe, për drejtësi. Ne morëm iniciativën që sot të bëjmë një aktivitet që t'i kënaq fëmijët, t'i argëtoj. Agenda ka qenë duke filluar me këngë, muzikë edhe recitime të përgatitur nga vetë fëmijët, me porosi të cilët përcjellin dëshirat e tyre, kërkesat e tyre dhe nevojat e tyre. Ne kemi pat në plan program edhe aktivitetin sportiv, që ka pat një cross nga The God, ka qenë Zara Aziri, e cila ka këndu një këngë për një këngë fituese në festival. Pastaj ka pat recitime edhe kemi pat këndin e pikturës, ku fëmijët nëpërmjet pikturës në telajo kanë shpreh dëshirat dhe imagjinatën e tyre. Ndërsa në anën tjetër kemi pat reprezentatimin e aktiviteteve tona që i realizojmë gjatë gjithë vitit. Kurset shkollore, akademin parashkollore, akademin verore, botimin e revistave dhe materialeve për fëmijë. Ajo që më erdhi shumë interesant ishte se ne kishim përgatitur një kënd të dëshirave, ku venduam hamera, të cilët fëmijët do i shënojnë dëshirat e tyre. Dhe hamerët u mbushën për plot, saqë u duhet t'i ndrojmë shumë shpesh, për arsye se fëmijët kishin shumë dëshira. Dhe kjo më kënaqet se fëmijët e gjetën një kënd ku t'i shprehin dëshirat e tyre. Pastaj në zemrat, në formë të letrës, shënuan dëshirat e tyre, të cilat i ngjitëm në balona me helium dhe i lëshuam lart në qiell që dikush t'i dëgjojë dëshirat dhe luqet e tyre. 1 qershori merret si një ditë që manifestohen shumë aspekte të investimit tek fëmijët, me vetë faktin që fëmijët janë pjesa më e ndihshme e shoqërisë. Ne si prind, po unë çdo herë nisem nga jo, ne si shoqëri çka bëjmë për fëmijët tanë. Mu më vjen shumë keq kur vazhdimisht shoh fëmijë në rrugë, fëmijë të cilët keq përdoren nga të rriturit. Ne të rriturit jemi ata të cilët duhet t'u ofrojmë siguri, stre dhe përkrahje fëmijëve, ndërka që nga ana tjetër ne i keq përdorim të drejtat e tyre dhe keq përdorim obligime që kemi ne si të rritur dhe si prind. Me vetë faktin që ne si prind kemi obligime për mirëqenjen, për ta mbajtur atë mirëqenjen e fëmijëve, nga ana tjetër gjithashtu duhet të jemi përkrasit më të madh të fëmijëve. Kjo për arsye, prandaj edhe më gëzon fakti që Litera Akademi sot ka organizuar një manifestim me të vetmen arsye për të ngritur atë ndërgjegjësimin se fëmijët janë një qenje më e brishtë e shoqërisë dhe duhet në një farë mënyrë të edukohemi para tyre në aspektin teknologjik, për shkak se është shumë sfiduese kjo koha e edukimit dhe rritjes së fëmijëve në kohën e teknologjisë. Unë vetë jam prind, unë jam vetë profesores dhe përdorimin e teknologjisë nuk mundi ta shmang në asnjë mënyrë, veçanërisht tani me inteligjencën artificiale e cila është duke na parapri. Prandaj, në një farë mënyre, të edukohemi që në mënyrë më të dobishme t'i përdorim këto teknologjit artificial. Gjëja tjetër, më pëlqen shumë që Litera Akademi shpërndan edhe libra në përshkolla, shpërndan edhe revista në përshkolla, dhe në një farë mënyre mundoj që këtyre fëmijëve të ri, të cilët as pak nuk duan të lexojnë, t'u ngjallat dashurin për leximin. Andaj do t'u kisha apelu prindërve që fëmijëve të tyre të mundohen t'u ngjallin atë dashurin që të lexojnë libra, për shkak se fondin e fjalëve të cilët e përdorin fëmijët tonë në ditët e sotme është shumë i vobek. Mu pikërisht për shkak se të gjitha gjërat mundohen t'i kenë gati nga teknologjitë informative. Ajo çdo informatë që ata e marrin është e besuar dhe është e sigurt dhe është e saktë. Prandaj duhet kontroll maksimal, ne si prindër të gjejmë mënyrë të kontrollojmë. Ka programe të ndryshme që instalohen nëpër aparatet e tyre që të mund të kontrollojnë. Andaj do kisha dashur që të rinjtë e sotëm të lexojnë më tepër. Që nga, domethënë, fëmia të sheh në shtëpi që prindi lexon, domethënë të ketë atë aspektin e të lexuarit detyrë të përditshme. Këtë kulturë që të formohet si kulturë dhe edukim leximi. Këtë e bëjnë, domethënë, këtë e marrin fëmijët nga prindrit e tyre. Nëse një fëmijë sheh që prindi i tyre lexon, kjo është e pashmangshme që edhe fëmia nuk do të lexojë.
Jam shumë e lumtur që sot është 1 qershori, dita e madhe e fëmijëve dhe sot kemi vallëzuar, kemi kënduar, kemi vizatuar dhe shumë gjëra të tjera. Dëshiroj që në të ardhmen të shoh një botë pa luftë, me paqe dhe shumë buzëqeshje. Fëmijëve është një ditë që neve na kujton rëndësinë e fëmijëve, edhe rëndësinë e aspektit psikologjik të fëmijëve, si ne të kujdesim për mirëqenien psikologjike të fëmijëve. Në perspektivën psikologjike, mirëqenia e fëmijëve varet shumë nga një ambient i sigurt i fëmijëve, nga një ambient i paqët edhe mbështetës për fëmijët. Shumë shpesh prindërit na drejtojnë me pyetjen edhe psikologëve se si të kujdesemi për mirëqenien e fëmijëve. Shumë e lehtë dhe thjeshtë, me disa teknika të shkurtra që mundem t'ju a them sot juve këtu, është t'i dëgjojmë fëmijët, le t'i dëgjojmë fëmijët, t'i dëgjojmë interesat e tyre, dëshirat e tyre, brengat, shqetësimet, që ato ta ndjejnë prezencën tonë afër tyre. Pastaj të shprehim dashurinë dhe pranimin, t'i pranojmë fëmijët tonë ashtu siç janë, t'u krijojmë një ambient të sigurt, ambient pozitiv fëmijëve, si dhe t'i inkurajojmë fëmijët që të zhvillohen. Teknologjinë tash në ditët e sotme nuk mundemi ta hekim totalisht nga fëmijët, mirë po neve mund të kujdesemi për kohën të cilën fëmijët e kalojnë në televizor, në teknologji, gjithashtu mundemi të kontrollojmë përmbajtjet të cilet ato i shohin aty. Prindërit munden që fëmijëve këtë kohë që ato e kalojnë nëpër teknologji të zëvendësojnë me kohë të lirë, duke i dërguar ato nëpër aktivitete të lira, nëpër kurse, nëpër akademi verore, në sport e tjerë.